njëjta si me thonë edhe me zyrtar tjerë, për shembull në shumicën e londëve që aktivistat e PSD-s i kanë përfshi Dardan Mollisajn, janë përfshim edhe disa zyrtarë të vendosjes ose aktivistë që kanë qenë atë kohë. Për shembull, ministri Xhelal Sfesla në shumicën e rasteve ku ftohet nga policia nuk paraqitet dhe nuk dërgon as arsyetim. Mirë, po kur nuk është përdorur i njëjti standard për Xhelal Sfeslën, pra me i dërgu me urdhër arrest ose urdhër për sjellje me detyrim gjykatë. Standard tjetër për Mollisajn dhe tjetër për Sfeslën. Absolutisht është standard tjetër. Ka raste të pafundme të ministrave që sot janë qeveri, përfshi edhe Albulena Haxhiun, që nuk i përgjigjen ftesës së gjykatave. Në ndërkohë që vërtetohet se Dardan Mollisaj për këtë rast nuk ka marrur ftesë. Tjetra që është e rëndësishme në këtë rast është që u tha që Dardan Mollisaj ka flet arrest që 3 ditë. Dardan Mollisaj dje ka qenë në një seancë tjetër në gjykatën themelore në Prishtinë. Pastaj, për këtë rast, për cilën u arrestua, i autorizuar i ti Dren Kukaj, sot ka qenë në bisedime me gjyqtarën e rastit, ku e ka konfirmu gatishmërinë e Dardanit që me qenë prezent në seancë. Mirë, po ç'është ndodhi që pikërisht për këtë rast, policia duke përdorur pra një prej njësive më elitare të policisë, ndodh arrestimi i Dardanit, në ndërkohë që ka amnistim të rasteve të ministrave, qoftë Sfesla, qoftë Haxhiu ose qoftë sfund me rastin e kryeministrit, kur u ftu në prokurori me dëshmu, edhe ky refuzoi me shku, madje refuzoi edhe publikisht, tha vetëm nëse vinë ata, por nuk ka masa tilla, u dënu me 250 euro për mosparaqitje. Në ndërkohë që është një zell jashtëzakonisht i madh për aktivistat e PSD-s, nuk është rasti i parë Dardani. Domethënë ka pas raste kur janë ndalë kufet në Nushi, Gzon Kastrati, sfundme e kuptuam që vetëm këtë javë janë shudhe 2 urdhër arrest atjer për aktivist PSD-s, mirë po në të njëjtat raste ku janë edhe aktivistëve të vendosjes për ta nuk ka urdhër arrest. Unë besoj që kjo është standardi këto motive për aktivistët tuaj, Bardhi. Unë besoj që kjo është standardi dyfisht, edhe besoj që edhe ju si gazetar edhe ne si aktivist do të më shtru këtë pyetje, se çush ka mundësi që për të njëjtat vepra disa prej ish aktivistëve gjykohen, ndërkohë disa tjera as nuk mirret qoftë prokuroria, qoftë gjykata, qoftë policia me ta. Po në anën tjetër për neve ka shumë shqetësuese që është vendosur me u përdor një prej grupeve më elitare të policisë Kosovës për me arrestu, sepse ky në fundit është tendencë për me friksu edhe tendencë për me kallëzu muskujt, sepse ti nuk e dërgon njësinë për reagim të shpejt për arrestimin e një qytetari, i cili ka qenë duke ecë lërshëm në qytet. Pra Dardan Mollisaj ka qenë duke e bërë rutinën e tij prej punës në shtëpi dhe prej shtëpisë në takime. Dardani është arrestuar i vetëm, është arrestuar duke mos rezistu, në ndërkohë që ka pas paraqitje të një njësie që është e thamë edhe më herët për reagime shumë serioze. E qartë, Bardh, falenderoj shumë për këtë paraqitje.